Policia arrestoi personin I cili u shtir si biznesmeni dhe ish presidenti I Kosovës Behgjet Pacolli, duke arritur t'i marrë një hoteli në kryeqytet shumën e 25.000 eurove. Iriu ka kontaktuar me Radisson Collection Morina Hotel I sipërmarrësit Julian Morina, duke I kërkuar disa mijëra euro të cilat pretendoheshin se do të shkonin për iftar. Me një shkrim me problematika të theksuara gramatikore të cilat bie në sy, mjaftoi vetëm një emër kontakti, Behgjet Pacolli, dhe bashkangjitur foton e ish presidentit të Kosovës për t'ia dalë mban që të gënjej financierët e këtij hoteli. Albanian Post ka publikuar foton e të riut, I cili hyn I shkujdesur në ambientet e hotelit, duke veshur një kapele në përpjekje për të mbuluar portretin e tij. Ai ka arritur që përmes skemës së mashtrimit të marrë një herë 12.000 euro, ndërsa herën e dytë 13.000 euro të tjera. Këtij rrengu nuk I kanë shpëtuar as figura të tjera të njohura, si presidenti I klubit të futbollit Partizani Gazdemi, por me këtë të fundit nuk ja doli dot mban. Policia dyshon se mbrapa tij fshihet një grup I strukturuar, për të cilin kanë nisur edhe hetimet e imtësishme dhe detajet të tjera priten në vijim.